Në studio jemi përsëri, unë temën ja u thash pak më herët, se më pëlqen t'ju mbaj pak kështu në pritje, ose ka që unë i kam shumë për zemër produktet pikante, ndaj kjo tema sot më duket shumë interesante, edhe janë aq kurioze kur i sheh këto produkte që kemi në studio, e sa të tjera ju i gjeni në dyqanet në Ranzi, sa që i merr në përduar, i lexon, i shikon si mund t'i përdorësh edhe të gjitha këto me radhë. Informacionet të cilat do t'i marrim shumë më të detajuara nga Alkem Çuko, nutricionist pranë Institutit Kulinar në Ranzi, Miki Vila 24 i përjavshëm. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Faleminderit që je me mua në studio. Edhe... Për të temë pikante. Qa është kjo jeshilja? Ta nisim pak nga kjo, se kjo më duket shumë kurioze. Ç'se bukur ngjan? Ato janë fara susami të lyera me wasabi. Sa të këndshme me wasabi. Është një produkt i ri që ne kemi sjellë. Ke bën në pikante. Atëherë, wasabi në fakt në vetë nuk është pikant, por le të themi stimulon atë ndjesinë e pikantes, duke qenë se hap sinuset tona dhe stimulon le të themi ato gjëndrat për të stimuluar më tepër bështym, edhe njëkohësisht na gënjen në thonjza për atë ndjesinë pikante. Pra, shihesh aq intensive sa që receptorët tanë perceptojnë si diçka pikante, por në fakt nuk është pikante. Është një produkt i ri që ne kemi sjellë në të gjitha pikat e dyqaneve të Ranzi Organic Market. Është goxha interesant dhe përveç faktit që ka këtë shijen e wasabit, është një antibakterial shumë i veçantë. Jo më kot dhe në për sushi, ai përdoret sepse duke pasur këtë fuqinë antibakteriale, këto mikroorganizmat që tek salmoni mund të ekzistojnë si salmonella, apo dhe mikroorganizmat të tjerë që janë helmues dhe shkaktojnë intoksikime ushqimore, le të themi wasabi ka një kundër efekt ndërmjet pra për këto mikroorganizma, duke na e bërë pak më të sigurt. Por në këtë format të sjellë në formën e farave të susamit të lyera me wasabi, që është një gjë shumë e veçantë, unë mund të numëroj disa receta shumë të lezetshme, sidomos me ato orizin e ngelur, i cili ndonjëherë nuk na pëlqen ta konsumojmë, mund ta bëjmë në formën e petave, dhe pasi e skuqim në tigan nga dy anët, ai bëhet krokant, mund t'i hedhim edhe fara susami të lyera me wasabi sipër, për të bërë një snack interesant, por dhe shumë të shijshëm edhe shumë të shëndetshëm njëkohësisht. Shiko, se unë hyra direkt në temë. Nuk të lash na thoja asgjë një herë mbi produktet pikante, se me siguri kishe menduar një hyrje tjetër. S'ka problem. Janë produkte që për ne janë shumë të rëndësishme, janë ato të cilat ne na ndihmojnë metabolizmin ton, aktivizojnë termogenezën, ndihmojnë në tretje, le të themi ndihmojnë në djegjen e kalorive, por njëkohësisht shumë të rëndësishme sepse kanë ato efektet e tyre antibakteriale, por edhe pastruese, edhe në mukozën e gojës madje ato ndikojnë. Sepse ndonjëherë dhe le të themi myku i gojës nga higjiena, nga mungesa e higjienës, mund të ndihmohet edhe nga produktet pikante. Atëherë, në Ranzi ka pafundësi opsionesh, unë kam marrë disa produkte të reja të cilat nuk para e kemi trajtuar më përpara në temat tona, dhe për fara të susamit ne përmendëm, ne i folëm, një produkt tjetër dhe ishte gochujang, dhe gochujang është një, le të themi një past speci, nga emri duket si diçka e rënë. Po, ato përshtypje të je, po, duhet përqendrohet këto dhe emrat i kanë të lezetshme. Po, por është një past speci e fermentuar me oriz ose me fasole. Pra, një lloj siç bëhet miso, që është një pastë e fermentuar me soj, dhe gochujang është një fermentim, le të themi, specave me fasule apo dhe me soj dhe me oriz, i cili lihet për një farë kohe të caktuar, duke zhvilluar të gjitha aromat e veta, polifenolet, ato fibrat e rëndësishme, por edhe komponimet aromatike, të cilat i japin kësaj pastë veçantinë e saj. Njëkohësisht dhe karakterin djegës, që të gjitha produktet që do përmendim sot e kanë atë kapsaicinën e elementit djegës. Kemi në trajtën e një kremi, gjalpi, do me thënë si është pamja e saj nga brenda? Nëse dallo. Mirë. Në formën e një paste. Paste, Pra, një salcë viskoze, le të themi, paksa kompakte, e ngjitshme, por që është shumë e veçantë dhe njëkohësisht përveç faktit që ka të shijen e lezetshme, na ofron dhe ato benefitet ushqimore, të cilat në momentin kur ne konsumojmë një vakt të rënd, na ndihmon paksa me tretjen, sidomos kur bëhet fjalë për vakte të yndyrshme. Yndyra është problem, le të themi, në çdo vakt të tonin, madje ndonjëherë kur bëjmë krahasimet e volumeve që konsumojmë me produkte të tjera dhe me yndyr, mund të marrim në konsiderat që një luggjelle vaj ulliri, që është praportësisht 120-140 kalori, është e barabartë me një kokër molle të madhe, relativisht të madhe, jo mestatare. Pra në volum janë shumë të ndryshme, por në kalori janë të njëjta. Problemi madh kë. Dhe speci gochujang, një pastë e tillë e fermentuar,
na ndihmon shumë për tretin e kësaj yndyrë, duke stimuluar Tani nësi e përdorim atë, me që është produkt i ri edhe nuk e njohim. Ku gjen hapësirë në kuzhinë? Okej, flasim për produktet e re, gjellë me patate, gjellë me presh, pra në gjellëra, shtohet brenda. Fasule, oriz të tiganosur me perime, pra mund ta kombinojmë, mjafton që ta hollojmë pak me ujë. Në çdo produkt që ose edhe pasta, dhe salcën e domateve që bëjmë pastat, mund ta përdorim për t'i dhënë atë karakterin djegës, duke e bërë shumë të veçantë shihen. Pra, në formën dhe në trajtin e tillë që është, në formën e pastës është shumë e lehtë për t'u inkorporuar në produkte të ndryshme ushqimore. Tjetër produkt shumë i veçantë që ne herë parë besoj se kemi përmendur, kemi marrë hudhrat nga Orogjeli episodin e kaluar, që ishin hudhrat e ngrira, ndërsa sot sillim hudhrat e marinuara, pra në formën e konservave. Këto janë, le të themi, edhe pak më të veçanta se hudhrat e ngrira, sepse kanë një marinim me erëza të ndryshme dhe vinë në formën e gatshme për përdorim, duke i lënë atyre mundësinë për të përdorur qoftë brusketa me një herë, ndoshta edhe në gatime të ndryshme. Në gatime, por duke marrë parasysh që acidi acetik që ndodhet dhe në hudhrat e marinuara, i jep atyre akoma dhe një veçanti më të mirë, duke stabilizuar dhe nivelet e sheqerit në gjak, sepse në krahasim nga hudhra normale, e cila nuk përmban acid acetik, kjo është diferenca kryesore. Madje edhe erëzat, të cilat janë antibakterial shumë i mirë, okej, aroma e hudhrës është e rëndë, por një e veçantë dhe një praktik shumë e mirë do ishte dhe gëlltitja e një thelpiu me një herë siç është. Për të eliminuar aromën, por njëkohësisht për të marrë ato sulfurofanet, por edhe inulinën që hudhra shumë e pasur me inulinë. Dhe madje, hudhra është një nga ato të paktët element dhe produkte ushqimore që kanë një efekt jashtëzakonisht shumë potent në traktin ton gastrointestinal, pra në zorrën e trash, duke e ripërtërirë atë, duke i dhënë mundësi që të prodhohen këto acidet organike me zinxhir të shkurtër të atomeve të karbonit, pra me 8 atome karboni edhe më poshtë, të cilët riparojnë mukozën e brendshme të zorrës së trash. Dhe hudhra është një nga ato elementet dhe produktet më të mira për këtë rast. Madje edhe konservimi është shumë i thjeshtë, nëse hudhra normale mund të oksidohet në momentin që t'i e ruan ose mund të thahet apo mund të kalbet, në formën e tillë ajo dhe i ruan vlerat ushqyese, por njëkohësisht edhe i gjetësia shumë herë më e gjatë. Një salcë tjetër është salca sweet chili, pra një karakter i ëmbël, por njëkohësisht dhe ideale për të kombinuar tava të ndryshme, patate, fruta deti, karkalecat, por edhe mishin e pulës, madje edhe mishin e viçit do ishte shumë interesante duke pasur dhe kapsaicinën që ndihmon në tretje. Por edhe nëse shohim kalorit, për porcion, ka vetëm 32 kalori, që është relativisht e ulët. Kështu që nuk kemi pse të friksohemi nga përdorimi i kondimenteve, kemi përmendur dhe në rastin e majonezit së bashku, që problem nuk është çfarë konsumojmë, por sa dhe shpeshtësinë e konsumimit. Atëherë, kemi përmendur kimçin gjithmonë, unë kam sjellë 3 produkte që përfaqësojnë kimçin. Pra, aji në kavanos, këto paketimet në mes, britanisë të për marë pak, se nuk i dalloj nga larkë si janë. Po, është një produkt i ri që ne përsëri kemi sjellë në dyqanet e venerante. Si fletë zë, si... Atëherë, ato janë patetina. Patetina? Po. Oke. Në thonjza patetina. Nuk e kuptoja që ishi. Pra, në thonjza patetina, për le themi një vakt të shëndetshëm, i cili nuk ofron shumë kalori, ofron ato fibrat nga produktet e detit, të cilat janë akoma dhe të veçanta se sa fibrat normale, duke qenë se stomaku jon apo dhe zorra jon nuk është mësuar me fibrat e detit, dhe në momentin e konsumimit të këtyre, atëherë ato mikrobiota jonë intestinale aktivizohet akoma dhe më tepër duke punuar, por është e marinuar me pluhur kimchi, çfarë bën atë një snack shumë të veçantë dhe një kombinim apo një zvendësim i patetinave konvencionale që ne jemi mësuar, të cilat janë të mbushura me acide yndyrore trans, janë të mbushura me aditiv, janë të mbushura me konservantë të ndryshëm, të cilat edhe emrat po t'i lexojmë brapa është e vështirë për të lexuar, pra nuk e vërtet. Është e mbushur me gjithçka që s'duhet konsumuar shkurt më vete. Nuk lexohen dot. Dhe nudulcat me kimchi, të cilat përsëri janë një vakt, le të themi një mesvakt ose vakt i pranueshëm, i cili nuk na ofron shumë kalori, nuk është i dëndur, por na ndihmon me tretin ton. Madje është dhe praktik për përdorim, mjafton 4-6 minuta me ujë të ngrohtë, hedhin paketimin e pluhurit të kimchit, dhe në këtë formë kemi një vakt të shëndetshëm i cili është voluminoz, duke qenë se nudulsat marrin një volum goxha të madh në momentin e hidratimit të tyre, por në ndihmojnë edhe me tretjen tonë.
produktet... I treti, ata e kemi shpjeguar dhe Po, herë ne tjetër kemi më shpjeguar duket. kimçin, por në këtë formë e kemi marrë një paketim të ri, i cili është më i lëngshëm, do ta tund pak, që të dallohet. Pra, po, dallohet. Është më i lëngshëm dhe është akoma më organik, duke pasur dhe probiotik të gjallë brenda, si që lexon dhe etiketa. Probiotik. Kështu që është, le të themi, një produkt goxha i freskët, akoma edhe më i shëndetshëm se sa paketimi i kimçit në konservën, duke pasur vetëm ato benefitet e erëzave të ndryshme dhe pikanteve që ofron. Por kimçi, duke qenë se ka dhe sallatën, sallata është një alternativë shumë e mirë për gjithë traktin tonë gastrointestinal. Dhe të fundit, se besoj se jemi në limitet e kohës, kemi garam masala. Garam masala është një, le të themi, pastë indiane. Pastë indiane, okej. Pra sot është dita e pastave, me këto përzierjet në formën e teksturave kompakte, dhe është një përzierje ndërmjet kardamomit, ndërmjet kanellës, ndërmjet piperit të zi, vaj të ullirit, qepës, hudhrës dhe 15-20 llojeve të ndryshme të erëzave që kultura indiane atë e praktikon shumë. Në formën e tillë të pastës, ajo ofron, le të themi, një portofol vlerësh ushqyese, sepse kanella ndihmon në nivelet e sheqerit në gjak, piperi ndihmon në përthithjen e disa elementeve që kurkumina, që tumeriku i ka brenda garam masalës. Kemi, le të themi, kardamomin që po ashtu ndihmon në peristaltikën e zorës së trash, duke qenë se zora e hollë dhe zora e trash është në formën e një firzamonike. Kardamomi është një, le të themi, stimulues shumë i mirë i peristaltikës së kësaj zore, duke e bërë atë të lëvizi akoma edhe më mirë, pra ky ushqimi të qarkullojë, mos të ngeci ndërmjet dhomzave të vogla, sepse një nga problemet më të mëdha të problematikave shëndetësore është ngecja e mbetjeve ushqimore në përgjithë traktin tonë gastrointestinal, duke mos bërë të skrabin e nevojshëm. Dhe aty më pas, një lloj si edhe plerat që ne lëmë në shtëpi, ato fillojnë fermentojnë, marrin aromë, një lloj mund ta konsiderojmë dhe zorën e trashë, e cila ka nevojë vazhdimisht që të pastrohet dhe të lëvizi. Dhe garam masala, madje edhe përdorimin e ka shumë të thjeshtë, mund të përdoret në çdo lloj gjella të ndryshme, në vend të këtyre përzierjeve që ne bëjmë me selino, qep, hudhër, karrot. Me njëherë mund të shtojmë produktin, mund të shtojmë pastën e garam masalës dhe kemi gjallën gati. Kështu që edhe prakticitet, edhe shije, edhe vlera ushqyese. Sa më pëlqen këto zgjidhje, po, do të ndihmoj? Ku do jemi këtu? Po, te nduja. Hajde ta shohim çfarë është nduja. Atëherë, nduja është një produkt shumë pikant, është një nga produktet më pikante që mund të provojmë, duke qenë se ka specat e kalabris. Dhe nga vetë emri kalabri, nduja është një produkt kalabrez, i cili praktikisht është një përzierje me specave kalabrez dhe sallamit të fermentuar. Duket e çuditshme, sallam i fermentuar, pra mish i fermentuar, por është një nga ato produktet i cili nuk konsumohet në sasi të madhe. Ka dhe një pamje të lezetshme si panxari ngrirë në gjanë, në fakt, kur është, nuk e di se e dalloni, vjen si me kokriza. Po, më falë se të ndërprova. S'ka problem. Nuk konsumohet në sasi të lartë, duke qenë se ka një, le të themi, djegësi shumë të madhe, por mund të shërbehet shumë mirë me brusketa, mund të shërbehet shumë mirë në kombinim me krem djathi ndoshta, apo me një kombinim tjetër ushqimor, i cili na egzalton ato shijet tona, sepse qëllimi i përdorimit të produkteve pikante nuk është, le të themi, vetëm ajo ndjesia e djegjes, por është, le të themi, qëllimi për të sjellë në jetë të gjitha shijet e tjera që kombinimet tona ushqimore kanë për të ofruar. Pra, shijet e ëmbla, të kripura, të tharta, pikante, le të themi, i ndriçon pak i sjell në jetë, duke na bërë më të lehtë konsumimin e tyre. Madje duke ndihmuar edhe në tretje. Pra, të gjitha produktet pikante këto e kemi përmendur na ndihmojnë shumë në tretje. Dhe një produkt i fundit që unë do kisha dëshirë ta përmendja dhe e mbyllim për sot, është salca e mangos. Atëherë, Neranxhi gjithmonë ka qenë pioner i sjelljes së produkteve të reja në Shqipëri, i kulturave të reja, i produkteve të cilat tradita jon madje nuk ka qenë dhe shumë e adaptuar, por që ja vlen të provohen, duke qenë se janë dhe të shëndetshme, por na e bën jetën dhe më të thjeshtë. Dhe kjo është një salcë mango, e cila ka rreth 18% mango në brendësi, ka spec djegës, krip, edhe një përqindje shumë të ulët të sheqerit. Dhe është ideale për filetën e pulës, është ideale për mishin,
Madje ka këtë veçantin duke qenë e ëmbël nga mangoja, mund të kombinohet shumë mirë me produkte të kripura, por edhe me produkte të cilat janë neutrale. Pra edhe me patate, edhe me le të themi një brum i cili mund të jetë pet, apo edhe djathë që është i kripur. Kështu që një produkt i tillë multifunksional, divers, është ideal për ta pasur, le të themi, në kuzhinën tonë, por të përdoret çdo ditë. Kështu që janë produkte të cilat janë të reja, janë produkte që Neranzi i ofron, ndjes, dhe piperi. Po, unë mendova se piper na do kishim sot në studio, një na ka marrë, dhe jemi në limite, kështu që... Po, atëre, piperi roz, ne kemi mësuar të përdorim gjithmonë piperin e zi, por piperi roz i përmban të gjitha vlerat e piperit e zi, pra antioksidant, antiinflamator, antifungal, antibakterial, anti. Por piperi roz, në veçanti nga piperi i zi, ka të profilin aromatik floral, pra në formën e luleve, i cili është shumë aromatik dhe mjaft më i veçantë. Nuk ka prodhimin e një si piperi kokër që rritet në atë lloj forme, por piperi roz, le të themi, rritet në formën edhe të një peme, e cila kur kultivohet ka të karakterin mjaft aromatik. Dhe është akoma më i butë, por edhe më pak pikant se sa piperi i zi. Pra të njëjta vlerë ushqyese më aromatik edhe më i veçantë në përdorim. Interesante. Të gjitha këto në fakt më duken shumë kurioze kur duam të bëjmë përshtypje, kur duam të bëjmë ca receta të veçanta edhe t'i lëm njerëzit kështu me atë pyetjen, po këtë me çfarë e ke bërë. Dhe të tilla produkte ne i gjejmë tek Neranzi vërtet që na bëjnë të ndihemi shefa në ato kuzhinat tona të vogla të shtëpisë. Neranzi sjell kulturë nga gjithë bota, kështu që mjafton vetëm të vizitojmë dyqanet e Neranzi Organic Market për të eksploruar pak me shihet, por edhe për të guxuar mbi të gjitha, por për të jetuar të shëndetshëm. Të falenderoj që ishe me mua në studio, ne vazhdojmë edhe mbajmë dhe pak Alkendrin këtu me pyetjet tona, por tani është momenti të shkojmë në një hapësirë publicitare edhe të vijoj në terren Villa 24 me një material nga gazetaria Çenkuela House. Bashk live shihemi nesër në orën 9.